zgjerimin e këtij konflikti. Tani, po nëse hyjmë në terma konkret, si ekspozohemi ne? Për shembull, cili është skenari më i mundshëm se Siç jemi ekspozuar me sulme kibernetike, po atëherë vetëm u sulmuan datat u dhanë informacione publike të tjera me haker. Po ka dhe sulme të dhunshme kibernetike. Që janë? Po centralet tona energjetike, portet, aeroportet. Shiko, bota e dark webit dhe sulmeve kibernetike është pafund. Po këto që përfliten me raketa kështu të mundshme Do vim dhe deri këtu. Nuk janë të egzageruar, a? Do vim dhe deri këtu, thash e para. Po. Por mund të kemi edhe sulmet raketore. Pra nëse vijon, pra zgjerohet konflikti, mund të kemi që një moment caktuar baza atyre të sulmohet. Absolutisht po. Është e mundshme. Është i kufizuar. Unë nuk thash që është një Shiko, të lutem. Se bën një pyetje në këto. Jo, atëherë duhet mësoni të dëgjoni kur bëni pyetje. Okej, po dëgjoj. Me shumë kuriozitet, prandaj bëjmë pyetje shumë. Që kur janë vendosur aty, ne kemi pasur një rrezik potencial të një gjëre të tillë. Po, djegje, po. Në kushtet që zgjerohet lufta dhe shkojmë një luftë, po, ne shkojmë nga rruga që shkon nga rreziku potencial tek kërcënimi real. Po. Pra, është një rrugë e cila ndodh. Pra, nga rreziku potencial tek kërcënimi real, jemi në këtë rrugë. Nuk kemi akoma tek kërcënimi real. Por rreziku potencial ka ekzistuar që ditën 0 që kemi marrë, për të ardhur në kushtet e sotshme që kemi një luftë e cila mund zgjerohet. Shpresojmë që mos zgjerohet, por nëse zgjerohet jemi një nga ashtu siç ishte Dubai, siç ishte Kuwaiti, siç ishte. Shikon, Kuwait ndodhi një gjë para 2 ditësh. Po. E pa imagjinueshme përpara. U rrëzuan 3 avion. Po, amerikan. 3 avion amerikan. Po. Tani, këta thonë që rrëzuan me zjarr friendly, pra me zjarr miqësor. Unë them që jo, por edhe sikur të jetë që u rrëzuan me zjarr miqësor, është akoma më keq. Sepse do të thotë që situata ka dalë jashtë kontrollit. 3 avion të atyre nivelit me koston që ka dhe me ato stërvitje që ka, fuqia më e madhe e botës, është një gjë e vogël. Po. Pra, duhen parë supozohen të gjitha gjërat që mund ndodhin, nga ekonomia, efektet e luftës në ekonomi, në shëndetësi, në sigurinë kibernetike, në transport, e deri tek një përfshirje drejt për drejt luftë. Të gjitha opsionet janë të hapura. Domethënë edhe tek raketa diskutohet. Se ti e di që këto format e buta nuk është se janë. Janë, po ti e di që limiti është frika. Nuk është formë e butë nëse ti rrezik. Reaktorun gjithë i dëgjoj, mos lëshoj ndonjë raketë në Manz, te andej. Shiko, nëse lëshohet një ose 2 raketë në Manz, izolohet aty. Por nëse përfshihemi luftë drejt për drejt dhe kemi luftë me hakerat iranian, luftë. Okej. Rrezikohen avionët në ajër. Okej. Rrezikohen ujësjellësit tanë. Trena dhe kështu metro nuk kemi, kështu që jemi në rregull. Rrezikohet transporti ajror, transporti detar, rrezikohen shumë gjëra, mos e merrni kaq të thjeshtë gjë. Kupton, është shumë se aq. Dhe ne kemi parë që një herë iranianët, iranianët dhe Korea e Veriut sot në botë. Iranianët dhe Korea e Veriut sot në botë kanë ushtri të mirëfillta hakerash. Po. Paguhen nga shteti, cilët merren vetëm me këtë punë dhe siç pam planin tani me raketa që destabilizuan gjithë linjën e mesme, ashtu kanë plane të shkruara dhe kush e di sa herë kanë aktuar çfarë mund të ndodhë në një moment që ndodh një luftë botërore dhe çfarë veprimtaria do bëjnë hackers. Jeta jon varet nga interneti. Pra, shiko, duhet të fillojmë të themi gjërat. Jo, se kam dëgjuar këto ditë që mund mos kemi internet për shembull, mund të kemi një blackout total. Po blackouti është vetëm një e 10 e probleme që mund të kemi. Mund të kemi probleme shumë. Pra, keni parasysh që zgjerimi i konfliktit nuk na mban jashtë hartës konfliktit. Prandaj ata zotëri që janë Manc, ne jemi me ta i mbështesim, kemi mbështetur etj etj, politikisht etj, por bëjnë mirë të kuptojnë që ky është një vend që ka strehuar miqësisht etj dhe nuk është mirë ta përfshin Shqipërinë e vogël në hartën e luftës së madhe. A duhet që në këtë moment të mblidhet për shembull Këshilli i Sigurisë Kombëtare tek ne të merret. Çfarë do bëj Këshilli i Sigurisë? Apo jemi Çfarë do bëj Këshilli i Sigurisë? Është një organ konsultativ. Po mirë për protokoll themon. Po lufta nuk është protokoll. Në këto momente do llogarisësh, qeveria do llogarisë dëmet ekonomike të mundshme, rritjen e çmimit të naftës, gazit. Po, ajo me 20 lekë. Do verifikohet çfarë do ndodh me spitalet me këto me ato. Këto janë ato gjëra që bën, se nuk është ndodh qameti. Pra thjesht a e pam ç'a ndodhi në Dubai. Në Dubai u bllokua qyteti 3-4 ditë, doli Mohamed bin Zayedi, pra
emiri i Dubai, doli rrugë dhe tha tash do vazhdoj jeta, do vazhdoj jeta. U godit Palmi, pra u godit Burj Al Arabi, u godit aeroporti, u godit Fairmonti në Palm, pra po jeta vazhdon. Pra në këtë pikpamje nuk është se duhet jemi alarmist kush, por duhet të lexojmë realitetin e gjërave.